pse kjo mundësi kolektive për të punuar në shtet? Mundësia kolektive për të punuar në shtet vjen edhe nga ajo që përmendëm pak më parë, ideja e mungesës së një vizioni apo të një koncepti mbi shoqërinë. Pra, ideja që neve shtetin e kemi pa gjithmonë si asistencialist dhe jo sot, po mot. Pra, është kjo ideja e historia e shtetit që ndërtohet nga sipër. Shteti që ndërtohet nga sipër ta garantoj që do të gjesh pafund letra në arkivat shqiptare ku kërkohet punësimi në shtet, jo tani, po në kohën e qeverisë Ismail Qemalit. Po të themi. Jo tani, kjo letra e parë e shtetit shqiptar për punësimin në dogan, domethënë. Pikërisht kjo, pra shteti shihet si diçka për tu kapur, duke qenë ka dhe diçka tjetër. Duke qenë se resurset ekonomike janë të pakta, i vetmi garanci është shteti sido që do të mbleti 5 taksa, pra resurset ekonomike mund t'i gjenerojë. Po mentaliteti i zëngjimit të ri, pasanikut të ri shqiptar, domethënë pronarit shqiptar, si kundër i preferon të vetë quhet. A është kjo një arsye tjetër që ndikon? Ky është produkt, nën produkt. Pra perversiteti i madh që ka ndodhur dhe paradoksi i madh që ka ndodhur në një pjesë të mirë të Evropës lindore ka qenë ajo që Ana Grismala Buze, që është një shkencëtare politike, ka shkruar para një 10 vjetësh një libër për Evropën lindore dhe ajo, si thosh, përfundimi i saj ishte kjo. Partitë politike nuk tentojnë të përfaqësojnë, partitë politike janë konkurrencë për të kapur shtetin. Në momentin që kapet shteti, ai përkthehet në benefite imediate për ata që e votojnë. Pra, paradoksi është i madh, ti ke shoqërinë, partitë duhet të përfaqësojnë, natyrisht duhet ta marrin, do të konkurrojnë për pushtetin, kjo është loja e demokracisë, por në të njëjtën kohë pushteti pastaj ka tendencën që të vetë gjenerohet nëpërmjet kapjes shtetit, klientelizmit e gjitha këtyre fenomeneve. Pra shteti është shumë i rëndësishëm sot për atë që e ka. Paradoksi në Shqipëri cili është që sa më shumë rri Partia Socialiste në pushtet, aq më shumë rritet numri i votave. Sa më shumë rritet numri i votave, aq më shumë Partia Socialiste e humb karakterin e saj si ai largohet origjinës vet. Sot origjina e Partisë Socialiste fjala vjen shpërfaqet o me 28 nëntor ose me 5 maj. Dhe mbaron kjo parada e veteranëve, e fëmijëve, nipërve, stërnipërve të veteranëve, fotot ke varrezat e dëshmorëve lulet dhe pastaj rikthehemi apo prap në origjinë. Është një parti stërmadhe, gjigante, e cila nuk përfaqëson më përveç atyre që kërkojnë të përfitojnë një pjesë e mirë, kërkojnë të përfitojnë. Pra, është absurde. Si ka mundësi që një administrator publik të shkojë me zell të madh mas orës 4 tek kioskat që partia financon gjatë periudhës zgjedhore. Për mua dhe për ty do të ishte shumë e vështirë. Kjo është pyetja e radhës. Çfarë përfaqëson Partia Socialiste sot? Me fjalë tjera, a është Partia Socialiste Servet Pollumit, dies pas ndrojet para pak kohe? A është Partia Socialiste e Elisës Spiropalit? A është Partia Socialiste e Edi Ramës, e Belinda Ballukut apo e Erion Braçës? Partia Socialiste është ajo që është sot. Pra këto fenomene që për cilët ne po flasim janë nën produkte të këtyre viteve të mandatit ku e ka humb busullën, nuk është se e ka pas, po e ka humb. Ai më në vitin 2013 patëm bërë një lloj studimi me një koleg grek dhe Partia Socialiste ishte goxha majtas aso kohë, edhe më majtas se sa partitë e veta si motra në vende të tjera. Megjithatë, realiteti tregoi që doli jo vetëm më tepër djathtas, por edhe më tepër anash dhe më tepër e pa identifikueshme sot. Për shkak të profilit të Ramës, pra zoti Rama ka dhënë formën e tij enës Partisë Socialiste apo për shkak sepse strategjia që është ka një ankth shumë të madh sot. Po ta vesh re ke Partia Demokratike, po të bëj paralelizmin. Dhe ky ankth ka qenë edhe për Partinë Socialiste para se të vinte në pushtet. Është ankthi i të qenit në opozitë. Opozita është dhimbja më e madhe për një parti politike, por nuk është përfaqësimi, është të qenurit në pozita e të qenurit në opozitë.